إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أما بعد. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe salamat I dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, realisht sot kemi pas plan ta fillojmë një cikël të ry të hutbeve, mirë po me fillimin e rënjes së borës ditën e djeshme, mendova që mos të na kalon dimri edhe kjo stinë e bukur pa treguar diçka për të nga aspekti fetar, shoqëror dhe social. Feja Allahut Azza wa Jall është e përsosur dhe ka folur për çdo pore dhe kënd të jetës së njeriut. Nga urësia Allahut Azza wa Jall është që Zoti kalon 4 stina, në për të cilat stina njerëzit punojnë, veprojnë, por edhe I shfrytëzojnë pushimet brenda tyre. E prej urësisë së Allahut Azza wa Jall është se Zoti Xhelal Wala e ka caktuar që njëra prej stinave të jetë stina e dimrit, në të cilën stinë tashmë jemi, mirë po realisht, kur ta krahasojmë edhe kur të ndalemi, dimrat të cilat kanë qenë para lufte me dimrat e sodit dallojnë sikurse nata me ditën. Dimrat e atëhershëm kanë qenë për një me plot kuptimin e fjalës dimër, ndërsa dimrat e sotshëm kanë marrë kahje edhe kuptim tjetër. Kuptohet këto gjëra ndodhin me caktimet e Allahut Azza wa Jall, mirë po shpeshherë bëhet sebeb insani njeriu me prish rregullin në tokë dhe në deti. Tha Allahu Azza wa Jall: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Është paraqitur ndryshimi I klimës, është paraqitur fesati në tokë dhe në deti për shkak të bomave të njerëzve, gjunave të tyre me duar dhe gjuhët e tyre. Liudhiqahum ba'd alladhi, dhe ndodh ndryshimi I klimës që ta shijojnë dënimin disa prej atyre të cilët kanë bo keq mos vallë po kthehen te Allahu Azza wa Jall. Ne jemi dëshmitar që kur bjen shi dhe kur fryn erë madhe, na ka mësuar pejgamberi Allahu që thojmë: Allahumma sayyiban nafi'an, o Allah na dhuro shi të bereqetshëm, të bollshëm, e jo shi të dëmshëm. E dyta, kur fryja era e madhe, me thonë: Allahumma inna nas'aluka khayraha wa khayra ma ursilat biha wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat biha. O Allah, na dhuro hajrin e kësaj ere, edhe hajrin me të cilin është dërgu kryer. Na ruaj nga sherri I kësaj ere, edhe nga dëmi dhe sherri me të cilin është dërgu kjo erë. Kur ka murmuru, që murmurima bubullima është një melek I Allahut që e madhron Allahun Azza wa Jall, e dikush friksohet, mirë po njerëzit pak ju mësu me lut Zotin edhe me thonë: "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi
wal malaikatu min khifatihi. Allahu thot bubullima kur të murmuroje e falëndron Allahun, edhe friksohen melaiket si krijesa gjigante të Allahut azza wa xal. Nëse melaqet friksohen që s'kan gjunohe, atëherë çka mbetet puna jon. Andaj me lut Allahun që bora kur bje me ra, bor e hajrit, bor e bereqetshme, dhe kur bjen shiu, kur fyr era, me qenë të hajrit dhe jo të shirit. Andaj është urësia Allahut azza wa xal që me undru stinat, nuk janë vetëm ndrydhme kozmologjike të natyrës, nga se qeni të bindur, as dilli nuk lind pa i marrë leje Zotit, as dilli nuk parendon pa i marrë leje Zotit, e as nuk bëhet kiameti, e as nuk vjen vera, as dimri, as nata, as bora, as shiu nuk vjen pa i marrë leje Allahut azza wa xal. Tha Zoti xhela wala, inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wama khalaqa Allahu samawati fi samawati wal-ard la ayatin liqaumin yattaqun. Me të vërtet, në ndryshimin e natës dhe ditës dhe krijimin e çdo gjëje në qiell dhe në tokë, ka argumente për ata që dëshirojnë me ju friksua Allahut azza wa xal. Gjithashtu sina e dimrit, të gjithë jemi të vetëdijshëm që është tin pranverë e besimtarit për ibadete. Është e shkurtër dita kush dëshiron me bë kaza Ramazanit që i ka met paninu. Është e shkurtër dita kush dëshiron me agjëru nafile. Është e gjatë nata kush dëshiron me fal namaz shtesë vullnetar, mu përgatit për muajin e bekuar të Ramazanit. Për të arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ash-shita'u ghanimatul barida lil mu'min." Dimri është një plaçk ose një fitim ose një bingo e ftoftë edhe e bukur për besimtarin. Andaj ta shfrytëzojmë këtë kohë të bekuar për gjëra që i kemi lënë mangu. Kush ka met mangu Ramazanit e kaluara, me i bo kaza. Ndërsa, kush ka met pa fal namaze plot farze, me i bo kaza. Pas namaz dhe acise, koha dhe hapësira është shumë më e gjatë. Gjithashtu, prej çështjeve që i kanë potencuar dietarët është se dimri është sezon që e kultivon sabrin. Pse e kultivon sabrin? Nga se ka mundi edhe ka vështirësi. Unë e di që tekniket për të nxjerrë në shtëpi kanë dalë nga më të ndryshmet. Mirë po, pothuajse të gjitha tekniket, përveç atyre me rrym, kanë obligime. Ai cili ka shpuret, nxenje me dru, duhet me bar dru, duhet me bajt pelet, duhet me shku në shpuret, duhet me shku në kotull, duhet mu nxjerr edhe muftof. Krej këto dojnë sabër dhe të përgatitin dhe të kalitin për koha të vështira. Para mendoni, ata që kanë pas problem me vërshimet e ujit e vëllezërit tanë në Kosovë, në Shqipëri, sa vështire kanë me unëze, ka nevojë dikush me ndihmu, ka nevojë dikush me i strehu. Pastaj vëllezërit tanë të cilët e kanë përjetuar luftën në Kosovë, viteve 99-2000, kanë qenë pra që i kanë përjetuar këta dimra, të cilët dimra kanë qenë shumë më acar se sa kohën që na po jetojmë. Dimri është sezon që kultivon dhëmshmëri, kultivon dashamirësi. Në dimër ka nevojë jetimi me u përkujdes dikush për të. Në dimër ka dikush nevojë për një traktor dru. Në dimër ka nevojë dikush për një ton pelet. Në dimër ka nevojë dikush për rrobe të trasha. Kush është më i miri? U pyet pejgamberi Allahut. Kush është njeri më i mirë? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Njeri më i mirë te Allahu është ai i cili është më i fritshëm edhe më i dobishëm për njerëzit. Është vërtet shijimi i dimrit ka filluar tashmë dhe normalisht duhet të përgatitemi për të. Omeri radhiyallahu an, kur e ka marrë pushtetin si khalife i muslimanëve dhe me këto po përmbylli, sa herë që është afru stina e dimrit, ka dalë edhe i ka marrë fjalim xhamatit. A thua xhamati se ka ditë që duhet me ble drua? Xhamati se ka ditë që duhet me ble çorapa trasha, që duhet mu vesha? Jo, ja ka kujtu njerëzve. Edhe ju ka dhënë mësim. Çka i ka thonë Omeri? O ju musliman, jemi në prag të arjes së stinës së dimrit. I ftofti është armik i organizmit të njeriut. Andaj përgatituni për këtë ftoft, me çorapa të leshta, rrobe të trasha, me mbulesa të trasha, nga se thot Omeri, ftofti let depërton në trupin e insanit, ama zore ka me dal. Për të arsye plesht e meqëm të kalume, çka thoshin? Vishu trash, ani pse je i ri, se ftofti let hin, pastaj e ka zor me dal. Më kujtuat mua në Medinë,
Zakonisht dimrit këtë kohë ka temperatura freskta, 19 gradë, 20 gradë. A që është super kjo temperaturë. Nata buhet e ftoftë edhe namazi sabahut. Kur na shifshin pleç në xhami tu dal një aci, edhe në sabah, krash shkurt, ai plaki thënë la ilaha illallah. Ki qetë thënë astaghfirullah. Ai qetë në Amerikë përdore, ja ibni, o bir, o djalosh, vishu trash. Tash se ndin, se ma vonë ndin. Pse? Depërton ftofti ani pse në Medinë, ku anxet, depërton ftofti i sabahit në Koc, e pastaj zorosh me nxjerr të ftoftin. Të ndonjë xhamat, mone men sarë që buhet ftoft, minus 12 gradë, minus 15 gradë, e diku ma shumë, ta dini që xhehenemi është u marr frymë. Argument, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin e Abu Hurajres, që ka transmetuar Imam Buhariu, ishtakatit naru ila rabbiha, fa qalet, u anku zjarmi i xhehenemit te Allahi dhe tha, ja Rabb, o Zot, ekele ba'dhi ba'dha, kum fillu me hongër vetën. Pse? Se herë nxet shumë, herë ftoft shumë. Tha pejgamberi sa fa adhina laha li nafasini, nafasun fi shita wa nafasun fi sayf. Allah i dha leje xhehenemit me marr frym, me u liru fort në dimër edhe në verë. Wa hiya ashaddu ma tajiduna fi al-har. E tha pejgamberi selam, vjerës, mone men, ajo di që është dita ma e nxehtë e verës, që sot meteorologët na lajmërojnë, sot dita për shembull ma e ftoftë e dimrit, ata që e kuptojnë se është dita ma e nxehtë e verës, dinë që xhehenemi është të marr frymë. Kërkoni mbrojtje nga i nxehti i xhehenemit. Atëherë tha pejgamberi, Allah ja mundsoi xhehenemit edhe dimrit me marr frymë. Wa yashaddu ma tajiduna fi zamharir. Ndërsa kur të marrë dimrit frymë xhehenemi, ajo është acari. Ajo është ftofti më i madh që ka mundësi me i godit njerëzit, shtëpit, veturat, ngrihen vetë dera hymjes, dera kerrit, dera xhamis, ngrihet asfalti, nga se ka marrë frymë xhehenemi, e cila është krijesë gigante e Allahut azza wa jall. Andaj let jetë kjo stinë e bukur, kënaqësi për syrin, qetësi për zemrën, afrim me një tjetrin, kalim i natës me ibadet, agjerim ditën kush ka mundësi, kaza të Ramazanit ose vullnetarisht, edhe ndihmes të atyre që ka nevojë për një traktor do ose diçka tjetër. E lutem Zotin e Madh që këto ndrimin e stinëve ta kuptojmë si mrekullit Zotit, të na shtohet bindje ndaj Allahut azza wa jall, nga s'kis qenë më interesant, mu paskon tan kohën vera, mu paskon tan kohën dimrit, pa Allahu e kalon laramani, i ka kriju 4 stina që me e shiju insani, ka njerë nxehtin, ka njerë freskin, e ka njerë ftoftin. Mane me në xhenet nuk ka as ftoft, as nxehtë. Koha është mesatare. As nuk i mu djersit, as nuk u menirë, po kime pas freskit të xhenetit. Allahu na mundsoj me shiu këtë freskit të xhenetit dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafani wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.